në Musnedin e Imam Ahmedit transmetohet nga Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, i cili thot, dolëm me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam për një xhenazë të një personit prej ansarve, dhe kur arritëm te varri, gjetëm se nuk ishte përfunduar hapja e varrit akoma. Atëherë uli dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ulëm ne rreth tij, sikur të kishim shpezë mbi kokë. Kishte në dorë një shkop të vogël me të cilin shponte në tokë dhe ngriti kokën dhe tha: "Ista'idhu billahi min adhabil qabr marratayn aw thalathan." Kërkoni mbrojtje tek Allahu nga dënimi i varrit, e tha këtë 2 herë ose 3 herë. Pastaj tha: "Kur robi besimtar është duke u ndarë nga dunjaja dhe duke ju drejtuar ahiretit, zbresin me lajke prej qiellit me fytyra të bardha, fytyrat i kanë si dielli, dhe ata kanë me vete qefin nga qefinet e xhenetit dhe parfume nga parfumet e xhenetit. Ulen para atij sa i shohin syt. Pastaj vjen meleku i vdekjes dhe ulet te koka e tij. I thot: "Dil o shpirt i qetë, i qetësuar, dil për te falja dhe kënaqësia e Allahut." Dhe i del shpirti me lehtësi si çdel pika e ujit nga gryka e enës. Dhe atëherë atë merr melekul mauti dhe meleku i vdekjes, dhe në momentin që e merr, me lajket tjerë nuk e lanë asnjë çast në dorën e tij, por e marrin dhe e qefinosin me atë qefin nga xheneti dhe parfumosin me ato parfumet e xhenetit. Dhe prej tij gjithashtu del erë, prej atij shpirti del era më e mirë e miskut që është gjendur në tokë. Hipin me atë shpirt edhe çdo herë kur kalojnë pranë një grupit me lajkeve, ata me lajket thonë në përqiej: "Kush është ky shpirt i mirë dhe i këndshëm?" Edhe thonë: "Filani i biri filanit." E emërtojnë me emrat më të bukur me të cilët e kanë emërtuar në dunja, derisa të arrin në qiellin e parë të tokës. Kërkojnë që t'i hapet qielli, edhe i hapet, dhe në secilin qiell e shoqërojnë ose e ndjekin atë xhenazë, atë shpirt, deri te qielli tjetër, banor të afruar, të atij qielli, derisa të arrin te qielli 7. Edhe thot Allahu i lartësuar: "Shkruani librin e robit tim në illijin dhe ktheheni në tokë." Shkruani librin të njerëzit më të lartë dhe ktheheni në tokë, sepse unë prej asaj i kam krijuar, në të i kthej dhe prej saj do t'i nxjerr edhe një herë. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "I kthehet shpirti në tokë, te trupi që është i varrosur, i vinë 2 melajke, e ulin dhe i thonë: "Man rabbuk?" Kush është Zoti yt? Fe yaqulu: "Rabbi Allahu azza wa jall." Dhe thot: "Zoti im është Allahu i lartësuar." Ai është Zoti im që më ka krijuar dhe vetëm atë e kam adhuruar, nuk kam adhuruar askënd përveç tij. Pastaj ata i thonë: "Cila është feja jote?" Dhe ai thot: "Feja ime është Islami." Thonë: "Ç'është ky njeriu i cili është dërguar tek ju?" Dhe ai thot: "Ai është Muhamedi, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam." Dhe i thonë: "Wa ma ilmuk?" Prej nga e ke këtë dituri, ose ç'është kjo dituria jote? Thot: "Qara'tu kitab Allahi azza wa jall, fa amantu bihi wa saddaqtu." E lexova librin e Allahut të lartësuar dhe i besova atij me besim të plot. Atëherë thret një zë nga qielli, pra u thot Allahu subhanahu wa taala se të vërtetën e tha robi im. Atëherë shtrojani atij shtrojet e xhenetit, visheni me rrobat e xhenetit dhe hapjani një derë për në xhenet. Dhe kur i hapet kjo derë, në varrin e tij, atëherë i vjen prej freskisë dhe
erës së mirë të këndshme të xhenetit dhe i zgjerohet varri sa i shohin syt. Pastaj i vjen një njeri me pamje të bukur, me veshje të bukur dhe me erë të këndshme dhe i thot: "Abshir billadhi yasurruk", pra të përgëzoj se të pret ajo që të lumturon. Kjo është dita yte që të është premtuar. Edhe thot: "Kush je ti?" Sepse fytyra yte është fytyrë e atij që sjell të mirë, që sjell gëzim. Edhe ai thot: "Unë jam vepra jote e mirë." Edhe thot: "O Zot, shpejtoje kiametin ose bëje kiametin. O Zot, shpejtoje kiametin." Deri, do të thënë me qëllim që të kthehem te familja ime dhe pasuria ime. Do të thënë të cilën e sheh në xhenet. E sheh aty njerëzit që i ka dhe pasuritë dhe pallatet që i ka në xhenet. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, robi mosbesimtar kur është duke u ndarë nga dunjaja dhe duke ju drejtuar ahiretit, i zbresin me lajke prej qiellit me fytyra të zeza, edhe kanë, do të thënë me dënime të xhehenemit, ulen rreth tij sa i shohin syt. Pastaj vjen meleku i vdekjes dhe i ulet te koka dhe i thot: "O shpirti i fliqur, dil për te zemrimi i Allahut dhe urrejtja e Allahut." Dhe atëherë shpirti i tij zhytet në trupin e tij. Domethënë shpërndahet në gjithë trupin edhe kapet fort dhe meleku e nxjerr atë shpirtin siç nxirret shkopi me gremça nga leshi i lagur. E merr shpirtin dhe në momentin që e merr, me lajket tjerë nuk e lanë asnjë çast në dorën e tij dhe ja marrin edhe e vendosin ato shtresa prej xhehenemit dhe prej atij shpirti del era më e keqe e coftinës që gjendet në tokë. Dhe e ngrejnë atë, do thënë hipin lart dhe çdo herë kur kalojnë pranë një grupit me lajkeve, thonë me lajket: "Kush është ky shpirt i fliqur edhe i fliqt?" Dhe thonë: "Ky është shpirti i filanit, birit filanit, me emrat më të shëmtuar që e kanë emërtuar në dunja." Pastaj kërkojnë që të hapet qielli kur arrin te qielli i parë dhe nuk i hapet. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lexuar ajetin: "La tufattahu lahum abwabu as-sama'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat." Nuk ju hapen atyre dyert e qiellit dhe nuk hyjnë në xhennet sa mund të hyjë deveja në vrimën e gjilpërës. Dhe atëherë thot Allahu i lartësuar: "Uktubu kitabahu fi sijjin." Shkruani librin e tij ose emrin e tij, do të thënë në librin Sijjin, në tokën më të ulët. Pastaj hidhet shpirti, hidhet, do të thënë nga qielli dhe bie në trupin e tij në varr. Pastaj e ka lexuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fjalën e Allahut: "Wa man yushrik billahi faka'annama kharra min as-sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Ai i cili bën shirk Allahut, gjendja e tij është sikur ai që bie nga qielli dhe e grabitin shpezët ose e hedh era në një vend të largët. Pastaj thot i kthehet shpirti pranë trup dhe i vinë dy me lajke, e ulin dhe i thonë: "Kush është Zoti yt?" Ai thot: Ha, nuk e di." Pastaj i thonë: "Cila është feja yte?" Thot: Nuk e di." Ose si që është kjo shprehje në gjuhën arabe për njeriu që është në dyshim dhe hezitim, s'di çka të thotë edhe nga t'ja mbaj, thot: "Nuk e di." I thonë: "Kush është ky njeri që është dërguar tek ju?" Thot: Nuk e di." Atëherë thret një zë nga qielli se gënjeu robi im, prandaj shtrojeni atij shtrojet e zjarrit dhe visheni me veshjet e zjarrit dhe hapjani derën për në xhehenem.
dhe i vjen nga nxehtësia dhe flakrimi dhe errat e këqija të xhehenemit dhe i ngushtohet varri, saqë i hyn brinjët në njëra tjetrën, i gërshëtohen brinjët e gjoksit. Dhe i vjen një njeri me pamje të shëmtuar, me rroba të shëmtuara, me erë të fliqur, edhe i thot, abshir billadhi yasuuk, do të thonë pritë atë që të shqetëson ose të mërzit. Kjo është dita yte që të është premtuar. Dhe ai thot, kush je ti, sepse fytyra yte është fytyra atij që e sjell të keqen. Dhe thot, un jam vepra jote e keqe. Prandaj ky njeri thot, Rabbi la tuqimi s-sa'a, o Allah mos e bëj, o Zoti im, mos e bëj kiametin, mos e sill kiametin. Kurse thot Imam Ibn al-Qayyim, pra ky është një transmetim në një transmetim tjetër te Imam Ahmedi në Musnad. Gjithashtu thuhet, pastaj i sillet një i verbër dhe shurdh dhe me mec. Do të thonë një njeri ose një prej melajkeve ose prej krijesave të Allahut që është qor edhe shurdh dhe me mec. Edhe në dorë ka një çekiç me të cilin nëse kishte goditur malin do të ishte bë pluhur. Edhe e godit me atë një goditje saqë do të thonë njeriu bëhet pluhur dhe pastaj e kthen Allahu subhanahu wa taala ashtu siç ka qenë dhe e godit edhe një herë, edhe ai bërtet me britëm të cilën e dëgjojnë të gjithë përveç njerëzve dhe xhinve. Dhe thot Bara ibn Azib, do të thonë vazhdon se këtij njeriu i hapet një derë për në xhehenem dhe i shtrohen, do të thonë shtrojet e zjarrit. Pra në këtë hadith që është i gjatë dhe që e tregon detaje çështjen e çasteve të fundit njeriut në jetën e dunjas edhe çasteve të para të njeriut në jetën e berzehut, në jetën e varrit,